Unë kam qenë periodës avokatëve i caktuar sipas detyrës zyrtare, me mbrojt një të dyshuar nga komuna Vitijës. Intervistimi ka qenë në rregull, nuk është ndaluar klienti, domethënë i dyshuari, është liruar, pastaj vazhdon procedura. Besoj që do të vazhdoj procedura dhe unë jam i angazhuar edhe deri në fund procedurës me mbrojt klientin tim, për cilin kam qenë sot prezent kur është intervistuar. Sa mu që është kështu që a i bërë një mbo. Ma mërmenja që qashtë është.